Ajo ishte demonstrata më e dhunshme në historinë e vetë, në historinë me një agendë politike, me një agendë politike e pushtetit, për mbyshjen e pushtetit. Ka pasur urdhër zoti Berisha? Po, tani, i vetmi urdhër që ka patur është ky. Që Carlo Bolino që mori 4.000 metër katror tokë të familjes Lagami, familjes Begeja dhe familjeve të tjera të lënë për gjimnaz, Naureda Lagami mori 3 milion euro çka i përkiste familjes vetë, Carlo e mori me 1 euro dhe ju paguat 3 milion euro për Carlon që është përblevi Edi Rama. Nuk ka patur absolutisht asnjë urdhër nga askush dhe s'do mund ta gjejnë kur se ka patur një urdhër, sepse s'ka patur urdhër. Garda ka vepruar përputhje me ligjin dhe vetëm ligjin. Lexojeni ligjin të miratuar nga mazhoranca socialiste para ardhjes sonë në pushtet. Kaq, kjo është përgjigja. Tjetër pyetje? Do paraqiteni ju kur të bëj Spaku fletëthirrje si deklarues për çështjen e 21 janarit? Urdhë? A do paraqiteni zoti Berisha kur Spaku? Në çdo fletëthirrje që mund të më bëhet, për çdo gjë edhe unë e kam faktuar këtë, vjekeqe, e kam faktuar këtë, unë jam paraqit prokurori shumë herë sa më kanë kërkuar, unë e kam ligj paraqitet. Nuk mund të kem sepse kam konceptet e mia unë për shtetin dhe shoqërinë parashtetërore, shoqërinë passhtetërore. Kështu që kjo s'mund vihet kurrë, s'mund bëhet kjo pyetje. Unë jam shumë i hapur për çdo lloj siç isha. Unë ja u faktova ju. Këta ndërtuan një piramidë mashtrimi për dosjen Partizani. Ju e keni pa. Një piramidë në cilën thuaj se toka ishte publike. Në kohë kur fletore zyrtare faktonin se toka ishte private. Ta thonin se toka ishte e shpronsuar. Fletore zyrtare të kohës faktonin se toka nuk ishte e shpronsuar. Ishte konfiskuar nga regjimi komunist. Pra, mund të marrë. Apo se vendimi im për përdorim në letra me vlerë ishte bërë për të ndihmuar dhënrin tim. Në një kohë kur Sali Berisha në jetën e tij s'kishte firmosur kur një vendim me emër, nga i vendim kishin përfituar 10 mijëra shqiptar, dhënri im kishte përfituar gjithsej 64 euro. 64 euro. Por a më dëmtoi kjo mua? Jo, nuk më dëmtoi kjo mua, sepse unë arrita siç e shihni ju, që jam ky që jam, biles më ndihmuan me vetimin. Më ndihmuan shumë me vetimin. Se çfarë nxorën në vetim? Nxorën se akt korrupsioni pasiv për Sali Berishën, se vajza e tij i ka paguar një javë pushime bashkë me mua dhe nënës vet. Ose ka paguar një shërbim shtetësor, ose ka paguar 3 familje në nevojë, fëmijë autik, për të trajtuar në qendrën ku bashortja ime punon pa asnjë qindar 20 vite. Kjo, pra në këtë aspekt, këta mercenar mund në ndihmuan. Unë se do të jemi realist, unë s'kam të drejtë të ankohem. Nuk më... Kështu që jam i hapur për çdo dhe ju garantoj se në çdo çështje do dalë kështu siç ju them unë. Në çdo çështje. Unë u rrethova aty, qëndrova para flamurit, mora gjithë rrisjet e jetësime, nuk shova zyrën, nuk jam bata. Nderova detyrën dhe flamurin. Berisha! Dosja më e fundit ku një person dhe një funksionar i lartë është në akuzë lidhet me zëvendës kryeministre në vendit. A do të thotë ky rezultat se edhe ju mund të ndryshoni qëndrim sa i takon Spakut? Spaku është një institucion i përbërë nga njerëz të ndershëm, nga njerëz guximtar, nga njerëz burra dhe gra që duan të zbatojnë ligjin, qoftë Spaku, qoftë BKR-ja.